jetojnë mes lagështirës dhe rrezikut të përhershëm se tavani mund t'ju bjerë mbi kokë. Familja Xherau jeton prej dekadash në katin e tretë të një godine 3 katëshe, në stacionin e parë në zonën e plazhit të Durrësit, por 2 dhoma të apartamentit janë tërësisht të pabanueshme prej vitesh. E njëjta situatë është dhe në apartamenti përballë, i cili është i rënuar tërësisht. Çatia e godinës ka dalë tërësisht jashtë funksionit, pasi kalbja e trarve ka bërë që në komereshje, shiu që bie jashtë, bie dhe brenda. Shka kjo ka kaq vite, këta po kërkesë, ka ardhur njëri, dhe kështinë në vit të varet janë qanë. Kamera, janë gati të ora, po në zvejnë poshtë. Kjo ka fillu ka 10 vjetë, kemi vënë ca lamarina aty që të mos api shiu, kurse nga 2 krate e dhomës unë i kam lagështinë, se kanë ra tavanet. Bashortët Xherau janë drejtuar disa herë në vite të ndryshme bashkisë me kërkesa me shkrim për riparimin e godinës, por deri më tani asgjë nuk është bërë. Qatë edhe në lutin në animoni. Qatë edhe në bashkisën. Kena shkuj 100 herë në bashki. Do vim, s'kemi fonde, por pak në rregulloj qatin, se tjera për rregulloj vetë se po bëjmë në gjë. Si tregon Vasilaj Xherau, para 2 vitesh bashkia realizoi vetëm lyerjen e fasadës së godinës, ndërkohë që në 2 godina të tjera, shumë pranë banesës së tij, çatia u bë tërësisht e re. Erdhi mas një farë kohë bashkia, e rrethoi me ato skelat, e rrethuni futën një llaç jashtë, çan hikën fal. Çan hikën e shkuni bën pallatet e tjera. Ktu ka lujt o miku o pare një nga dyja, se s'ka mundsi. Si u rregullohen ato 2? Lutin e kemi bënë përpara, që kone për pakemës, e zvin, i hoqen me herë tu. Maru pun këto llaç, shkuni vun tjekull 2 pallate veti. Edhe ato si puna jonë privat. Pas interesimit tonë në bashki, na u komunikua se një grup specialistësh do të shkojë të shohë nga afër gjendjen e godinës për të përcaktuar më tej hapat që do ndërmerren për zgjidhjen e problemit të këtij pallati 3 katësh.